që është pjesë e historisë apo krijimit kombëtarës, për mua ka qenë domethënë edhe është momenti më i lumtur i jetës time. Mirë po gjithmonë kjo rrugtim duhet dedikohet edhe atyre që kanë dhënë jetën për Kosovën, për këtë që cilën na sot e shijojmë, dhe asnjëherë nuk do t'i harrojmë. Sakrificat madje edhe atyre nuk e kam fjalën edhe për atyre që për vite tëra kanë mbajtur sportin të ekzistojnë në Kosovë përkundër presioneve ndryshme. Por që nuk do të harrojnë asnjë gjenerat, mendoj që gjithë kanë kontributin e tyre. Mirë po për mua ka qenë një pjesë e veçantë, domethënë krijimin e fillimit kombëtarës, edhe sot kur shef që akoma disa prej këtyre lojtarëve pjesë të varëse formacionit, normalisht e ndi veten shumë të lumtur, mirë po këtë moment mendoj që është më rëndësishme afrimi edhe lojtarëve të ri, edhe siç duket kjo punë është duke bërë shumë mirë.